Ndërkohë që sa i përket të pezullimit deri në orët e fundit në gjykatën kushtetuese, nga gjitha informacionet që kam patur, kanë qenë të ndarë 4-4 dhe për rrjedhoj mund edhe të binte kërkesa dhe në momentin e fundit njëri nga antarët ka votuar në favor të qeverisë, çka do thotë përfundimisht janë ndarë 5 antarë pro qeverisë dhe 3 antarë të tjerë kanë qenë kundër. Atëherë, vetëm diçka, pritej që sot të kishte vendim, sepse u tha ditë më parë që sot nuk do të kishte një vendim, vetëm nëse do të merrej më shpoj qartë. Atëherë, për ta sqaruar, sepse duke qenë një natyrë e veçantë gjykimi, ndoshta njerëzit nuk i kuptojnë shumë mirë nenet ligjet dhe unë dua ta sqaroj në gjuhë të thjeshtë. Atëherë, gjykata kushtetuese ka thënë shkurt dhe shqip, Belinda Balluku rikthehet përkohësisht në detyrën e zëvendës kryeministre dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, derisa vetë gjykata ta shqyrtoi çështjen në seancë plenare publike në datën 22 janar 2026. Pra deri atëherë zonja Balluku do të rikthehet në detyrën që kishte. Por kjo jo domosdoshmërisht tregon ose dëshmon që zonja Balluku e ka fituar ose kryeministri ka fituar betejën me gjykatën kushtetuese. Sepse gjykata kushtetuese pasi ta shqyrtoi çështjen në seancë plenare publike, mund të arrijë në konkluzionin që pozicioni i zëvendës kryeministres dhe ministres është i pezullueshëm. Pra do thotë, gjykata e ka pezulluar vetëm për funksione që zonja Balluku është e emëruar dhe jo për funksione të cilat ajo i ka marrë me votë nga qytetarët, siç është mandati i deputetes në qarkun e Fierit. Pra do thotë, pasi gjykata kushtetuese ta shqyrtoi në seancë plenare publike dhe seanca plenare publike është e kësaj natyre. 8 antarët e gjykatës kushtetuese janë mblidhen në seancë publike, thrasin të gjitha palët, pra kryeministri si kërkues që do të mbrohet, mund të vijë vetë kryeministri, por në shumicën ndërmuese të rasteve paraqitet juristët ose përfaqësuesit ligjor, Kuvendi i Shqipërisë, Presidenca, Prokuroria e posaçme dhe Gjykata e posaçme. Pra janë të gjitha këto subjekte të cilët duhet të vinë dhe të paraqiten dhe të japin pretendimet e tyre në një seancë e cila është e aksesueshme për të gjithë opinionin publik shqiptar. Dhe më pas gjykata kushtetuese ka 10 ditë fat për të shpallur edhe vendimin dhe të arsyetuar më pas ka kohën e vet.